presim që protestat tjetë goxha masive. Ministri e Ekonomisë pra ka dalë me deklarata dhe i ka për publike edhe rekomandimet cilat i ka dërgu tek ZRE-ja, po ku e pranon këtë rritje. Protesta nuk do të ndalë krahas qytetarëve. Ky vendim do t'i prek në mas të madhe dhe bizneset. Kemi një mobilizim të jashtëzakonshëm të plot aktivistëve, akterëve të cilët kanë ndihmuar në organizimin e kësaj proteste. Në grupin të cilin e kemi themelu para 10 dite janë diku mbi 5.000 antar, pra është një grup shumë i madh i cili është shumë aktiv dhe gjithmonë diskutohet për këtë problem dhe për këtë vendim të dëmshëm i cili po synohet të merret në dëm të qytetarëve. Andaj presim që protestat tjetë goxha masive, pra presim një numër të madh të qytetarëve të cilët do të dalin dhe bashkarisht ta kundërshtojmë këtë vendim të dëmshëm, aq më pak kur po shihet që nuk ka ndonjë reflektim pozitiv, qoftë nga zyra rregullatorit, e tani më jemi dëshmitar që edhe vetë Ministri e Ekonomisë pra ka dalë me deklarata dhe i ka për publike edhe rekomandimet cilat i ka dërgu tek ZRE-ja, po ku e pranon këtë rritje, pra këtë vendim të dëmshëm. Protesta nuk do të ndalet, pra do të jetë menjëherë protesta pasuese, pra ne nuk do të ndalemi derisa ky vendim të mos merret dhe të hapet një diskutim publik me gjithë akterët dhe grupet e interesit dhe vetëm pas marrjes së ndonjë mase pas konstituimit të institucioneve, atëherë ne mundemi me prit që eventualisht kur qytetarët do të mund të përballojnë këto fatura të cilat do të rriten në gjithë sektoret, atëherë mund të flasim ndoshta edhe për rritje çmimesh. Protesta do të fillojë në sheshin Skënderbej pra në ora 15 dhe nga aty do të defilojmë deri te sheshi Zahir Pajaziti. Do të jenë mijëra qytetarë që do të marrin pjesë. Gjithashtu, ne këtyre ditëve ju kemi bërë thirrje edhe të gjitha bizneseve në Prishtinë dhe me gjerë që në shenjë solidariteti, nëse mund të them me protesten, prej orës 15 deri në orën 16, ti mbyllin bizneset e tyre. Një pjesë e tyre vetëm e kanë konfirmuar që do ta bëjnë një gjë të tillë, presim që ta bëjnë të gjithë, sepse krahas qytetarëve ky vendim do t'i prek në mas të madhe dhe bizneset.